Ahmad ibn Hanbal në librin e tij Fadailu Sahabe transmeton nga Said ibn Jubair se ka thënë: kur zbriti ajeti, thuaj, nuk po ju kërkoj shpërblim tjetër përveç dashurisë për të afërmit. Njerëzit e pyetën të dërguarin e Allahut: kush janë të afërmit e tu, dashuria për të cilët është bërë detyrë për ne? Profeti tha: Aliu, Fatimeja dhe 2 bijtë e tyre, pra Hasani dhe Hyseini. Dhe këtë e tha 3 herë. Hadithi gjendet në librin Ihqaqul Haq, vëllimi 3, faqe 2. Komentuesi Al-Qurtubi ka përcjell të njëjtin kuptim në komentin e tij kur flet për sqarimin e këtij ajeti me një version paksa të ndryshëm. Përsëri e përcjell nga Said ibn Jubair përmes Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me ta.